Një mbret I shtrirë në shtratin e vdekjes, ju tha njerëzve për rreth tij, do t'ju lë 3 porosi. Porosia e parë është që trupin tim, kur ta dërgoni për në varr, ta mbajnë vetëm mjekët e mi. Porosia e dytë është që rrugën që do ta përshkoj trupi im deri në varr, ta mbuloni me flori, argjend e gurë të çmuar. Dhe porosia e tretë është që duart më nxjerrni nga arkivoli dhe t'i lërni ato të hapur. Një nga njerëzit më të afërt të mbretit po I drejtohet dhe po I thot: mbreti ynë, porositë tua do t'i zbatojmë në tërësi. Mirë po, a mund t'na thuash urtësinë e këtyre porosive? Dua t'i jap botës një mesazh që vetëm tani në fund të jetës e kam kuptuar. Dua t'i tregoj njerëzve se kur vjen vdekja, vjen dhe nuk ka mundësi me ushty ajo. Qofshin edhe mjekët më të mirë nuk kanë mundësi me të ndihmu. Dua t'ju tregoj njerëzve se koha që harxhum për të mbledhur pasuri iku pa vlera, edhe se kjo pasuri, sado e madhe që t'jetë, nuk mund ta marrim me vete pas vdekjes tonë. Dua t'ju tregoj njerëzve se ne erdhëm në këtë botë me duar bosh dhe po largohemi prej saj me duar bosh.